Banorët e Baksariollit kanë dalë këtë mërkurë në protestë para prokurisë së Shkodrës. Banorët theksojnë se prej më shumë se një viti, dosja është në zyra dhe nuk është mbyllur hetimi. Sipas tyre janë ndryshuar pyetjet për ekspert topografik, duke i dërsuar drejtimin e hetimeve. Ato kërkuan takime prokurorit në çështjes ose titullarin e institucionit. Banorët shprehen se nuk do të dorëzohen në protestat e tyre. Ne kemi ardhur te Prokuroria e Shkodrës, duke qenë se Prokuroria e Shkodrës ka mbi një vit që ka dosjen tonë në zyrat e saj dhe nuk ka kryer akoma, nuk është mbyll hetimi. Kemi qenë në nëntor që presim për një akt ekspertimi që nuk na është dhënë dispozicion akoma, që zvarritet dhe së fundmi janë ndryshuar dhe pyetjet për ekspertët. Prokuroria ka ndryshuar pyetjet duke tjetërsuar dhe drejtimin e hetimit. Kështu që sot jena këtu për të bërë një takim me prokurorin e çështjes ose me titullarin e institucionit, kush nga ata tjetër i disponueshëm. Kemi dërguar një kërkesë para një jave, na është kthy nga kryeprokurori që duhet të kërkoni takim me prokurorin e çështjes. Sot kena bërë një kërkesë për të takuar prokurorin e çështjes në pamundësi për të qenë ajo me taku titullarin e institucionit, për më na vënë në dispozicion, më na vënë informacion se si ka proceduria e hetimit të dosjes, në çfarë faze jena dhe më na informu pse kanë vendosur me ndryshu pyetjet për ekspertët topografik. Ne kena ardhur që prokuroria të shprehet nëse kemi drejt ne apo ka drejt ai. Meqense ne kërkojmë hap pas hape që të gjinet e vërteta, si ka mundësi që pala kundërshtare, si që është Fatmir Shpellca apo Bashkim Ula, që aja është mbështetësi kryesor që mbështet Fatmir Shpellcën, pse nuk kërkon ajo që po, jam i saktë dhe jam i vërtet dhe dua edhe unë që të vazhdojnë hapat dhe të përshpejtohet zhvillimi i hetimeve që ne kemi bën. Ne nuk e nalim protestën, protesta do të jetë aq sa kena met, aq do të jemi deri në momentin që të shprehet edhe gjykata apelit mbi masën e sigurisë që ne kemi. Ndërkohë Gëzim Pjeshka, protestues në rjolla shoqëruar në komisariat gjatë takimit të pasdites së djeshme te kryeministri Rama në Lezhë, ai tregoi incidentin e regjistruar. Unë jetoj në Lezhë, kam kënë dje mas dreke, në orën 4 i qerek, bulevard, të nejtë, ullën stol, vjen polici mërë më qëndeg, për qam qëndeg mu, për qam e më që, unë kam dërë se kryeministri është edhe jemi, nuk është i socialistëve, i demokratëve, i kjo letra. Kam kënë dje në Lezhë, në komisariat, për qa me shku në atje, qa e mund kriminel janë këta, hajduda janë këta. Ta kanë hynë të toka jeme, të toka jeme kanë mikë për tokës teme. Se për të modhin zëtë në qo serena në shtremt, në qomë në Mburg, atë fatkesh shpellën, aje ku emrin fatkesh shpella. Aje me shku në Mburg, jone. U jam të toka gjyshit tem, e kam përdiduar zëtë setjem gjallë, bashkë mi ta vlezët mi. E s'kam u dërzu, deri se të marrë frem. Cile arsye që shënunë në gjenë komisariat? Të ne installon, të pritë zotin e dirama, thash pa hyka porta kryesore, ose pa hyka ka shtëpia pionjerit, me e taku me apo, ne e ta në kryzim. Mosani më rapa me ardi polici, më thamu, ti Gëzim Pjeshka, po, ti e demokrat jam. E socialista puna jeme, ata di unë. Nuk ka nevoj me ditë kush. Bo, hip, në fugën në deg. Shkoj gjej festim metën. I shok temin, normal, ajo puna jeme me ka e mon, me demokrata, me socialistat. S'kam pun mi dërgu ku jun, me më qume nërë mu 5 orë di për qa. Më thonë mu nuk e dokument identifikimi. Për qa me marë mu më dho, jam qytetari i thjesht, në Shkodër, në Lezhë, në Sarandë, në Tiranë, Shkodër, jam qytetari, jam shqiptar marë. Jam të në largu më dho, jam të në marë pronat, ma pronë e kalamajve mi, e të njipave, e të mesave mi, s'ka për të ma marrë kush. Prej 3 muajsh, banorët e Baksariollit vjojnë të protestojnë kundër ndërtimit të një resort turistik në zonë.